Sot do të eksplorojmë një nga historitë më magjepsëse dhe të harruara të metalurgjisë mesjetare, hekurin e kënetave, një burim natyror që komunitetet të tëra e kornin sikur të ishte një prodhim bujqësor. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni për një moment një peizazh të mbytur në ujë në veri të Evropës, ku mjegulla e mëngjesit varet mbi ujërat e errëta dhe turfa grumbullohet përgjatë shekujve. Këmbët fundosen në lumin e kuqërrem dhe ajri mban një erë karakteristike të lëndës organike në dekompozim. Për sytë e patrajnuar, kjo skenë nuk është gjë tjetër veç se një pengesë që duhet anashkaluar. Megjithatë, para më shumë se 1000 vjetësh, një farkëtar mesjetar do të kishte njohur menjëherë atë që fshihej në atë lum kutërbues. Ai do të ishte gjunjëzuar dhe do të kishte filluar të gërmonte, sepse brenda asaj balte ekzistonte hekuri. Jo një mineral i varrosur nga forcat gjeologjike apo i nxjerrë nga tunele të thella, por hekur që rritej aty, i depozituar kokër pas kokre gjatë dekadave nga bakteret dhe ujërat nëntoksore, duke pritur të korrej si një mbjellje. Kjo është historia se si komunitetet mesjetare e shndërruan lumin e kënetës në metal, dhe se si ky metal posedonte një pronë që çeliku modern ende lufton të arrijë. Për të kuptuar hekurin e kënetave, është e nevojshme fillimisht të kuptojmë se çfarë ndodh në nivel kimik brenda një kënete turfe. Hekuri tretet në ujërat nëntoksore nga shkëmbind dhe dherat rrethues. Në mjedisin e varfër me oksigjen të nëntokës, ai mbetet në një formë të tretshme të quajtur hekur feroz, esencialisht i padukshëm, i tretur në ujë si kripa në ujin e detit. Por kur ky ujë i pasur me hekur ngjitet në sipërfaqe përmes burimeve ose depërton në zona të lagështa, diçka themelore ndryshon. Ai takon oksigjenin. Hekuri feroz oksidohet në hekur ferik, i cili është i patretshëm. Ai precipiton nga uji si grimca të ngurta të oksihidroksidit të hekurit, kryesisht një mineral i quajtur goetil. Këto grimca grumbullohen në turf, në sedimentet rreth rrënjëve të bimëve, duke formuar shtresa materiali poroz dhe thërmues me ngjyrë portokalli në ndryshë. Ky proces nuk është vetëm kimi. Është gjithashtu biologji. Baktere specifike, veçanërisht specie si Thiobacillus ferroxidans, veprojnë si katalizator në këtë shndërrim. Ato oksidojnë hekurin në mënyrë enzimatike, duke e përqendruar atë si pjesë të ciklit të tyre jetësor. Dhe ekziston një shenjë që zbulon praninë e këtyre baktereve pa pasur nevojë për asnjë pajisje. Ato lënë një cip dalluese në sipërfaqen e ujërave të ndenjura, një film që duket si vaj, por që në të vërtetë përbëhet nga një precipitat gjelatinoz i hidroksidit të hekurit. Nëse dikush e prek, ai fragmentohet si xham i holl në vend që të rrjedh si vaj. Gjuetarët mesjetar të hekurit e njihnin mirë këtë shenjë. Ajo cip Hylbert ishte një markues i qartë, këtu ka hekur. Karakteristika vërtet e jashtëzakonshme e hekurit të kënetave qëndron në aftësinë e tij për rigjenerim. Depozitat ekonomikisht të dobishme mund të rikrijohen në rreth 20 vjet pas korrjes. E njëjta kënet mund të shfrytëzohej një herë për gjeneratë. Hiqej turfa sipërfaqësore, nxirreshin nodujt e hekurit, rivendosej turfa dhe pritej. 2 dekada më vonë, bakteret dhe ujërat nëntoksore do të kishin depozituar një prodhim të ri metalik. Kjo e bën hekurin e kënetave një nga të vetmit minerale metalike të rinovueshme në historinë njerëzore, një burim që rigjenerohej natyrshëm ndërsa komunitetet e përdornin atë. Komunitetet mesjetare në mbar Evropën veriore organizuan ekonomi të tëra rreth këtij burimi. Në Skandinavi dhe Finland, hekuri i kënetave dominoi prodhimin e hekurit për afërsisht midis viteve 500 dhe 1300 të erës sonë, një periudhë prej 8 shekujsh përdorimi të vazhdueshëm. Në Island, instalimet të prodhimit në shkallë të gjerë të njohura si ferma hekuri operonin specifikisht për të korrur dhe shkrirë mineralin e kënetës. Pronat rurale më të vogla gjithashtu e ushtronin këtë aktivitet, duke prodhuar hekur të mjaftueshëm vetëm për vetëmjaftueshmëri. Në Hungari, më shumë se 300 punishtë shkrirje të mesjetës së lartë janë gërmuar nga arkeologët, shumë prej tyre duke procesuar mineral lokal nga kënetat e turfës. Procesi i shndërrimit të lumit të kënetës në hekur të përdorshëm ndishte një sekuencë që ishte themelisht e njëjtë në të gjitha këto rajone. Edhe pse nuk kishte kontakt mes tyre, universaliteti i metodës sugjeron se ajo nuk u shpik një herë të vetme dhe pastaj u përhap. Ajo u zbulua në mënyrë të pavarur disa herë sepse logjika e procesit është pothuajse e vetkuptueshme sapo kuptohet materiali. Etapa e parë konsistonte në mbledhje.
Punëtorët mesjetar të hekurit identifikonin depozitat e mineralit të kënetës duke lexuar peizazhin. Ata kërkonin barë të tharë, teren të lagësht me vegetacion specifik që pëlqen lagështin dhe qëngjyrosje kafe në të kuqe në ujërat e afërta. Pasi lokalizoi një depozit, përdornin sonda druri ose metali duke shtyrë thupra në tokën e butë për të detektuar përqendrime më të mëdha minerali nën sipërfaqe. Pastaj prisnin shtresat e turfës me thika të posaçme dhe nxirrnin mineralin manualisht. Disa depozita përmbanin noduj me madhësinë e bizeles të shpërndarë nëpër turf. Të tjera formonin kore dhe pllaka më të mëdha. Etapa e dytë ishte pjekja. Minerali i mbledhur ishte i lagur, shpesh i ngopur me ujin e kënetës. Para se të mund të hynte në një furrë, duhej të thahej dhe të purifikohej pjesërisht. Punëtorët e vendosnin mineralin bruto mbi një shtrat me dru zjarri dhe e ndiznin. Nxehtësia, duke arritur për afërsisht 600 deri në 800 gradë Celsius, nxirrte lagështinë dhe digjte papastërtitë e paqëndrueshme, veçanërisht shufurin. Shufuri i tepërt e bën hekurin të pamundur për të punuar, duke e bërë atë të thërmueshëm dhe duke shkaktuar çarje gjatë farkëtimit. Pjekja gjithashtu e bënte mineralin më poros dhe më të lehtë për të thërmuar në fragmente më të vogla, gjë që përmirësonte rrjedhën e gazeve gjatë shkrirjes. Etapa e tretë ishte shkrirja e vërtetë. Shkrirësit mesjetar ndërtonin furra të reduktimit direkt me argjilë lokale, struktura tipike konike prej 70 deri në 100 cm të larta me diametër të brendshëm prej 30 deri në 40 cm. Furra ngarkohej me shtresa të alternuara qymyri druri dhe minerali të pjekur e të thërmuar në një raport për afërsisht 1:1 në peshë, duke shtuar 7 deri në 15 kg mineral në mënyrë graduale gjatë 2 deri në 4 orëve. Ajri furnizohej përmes një tubi argjile të quajtur ventilator, i lidhur me kacek që operoheshin manualisht. Temperatura e shkrirjes arrinte midis 1100 dhe 1300 gradë Celsius. Kjo pikë është themelore për të kuptuar procesin. Pika e shkrirjes së hekurit të pastër është 1538 gradë Celsius. Furrat mesjetare kur nuk e arrinin këtë temperaturë. Hekuri kur nuk bëhej i lëngshëm. Në vend të kësaj, në temperaturat më të ulta të furrave të reduktimit direkt, oksidi i hekurit në mineral reduktohej kimikisht nga monoksidi i karbonit që vinte nga djegja e qymyrit të drurit. Oksigjeni hiqej duke lënë pas grimca të ngurta të hekurit metalik që saldoheshin me njëra tjetrën duke formuar një masë sfungjerore dhe porozi të quajtur blum. Ndërkohë, materiali i padëshiruar, silika, alumina, papastërtitë e ndryshme, shkrieshin në zgjyrë të lëngshme që rrinte poshtë dhe jashtë furrës. Rendimenti ishte modest. Një furrë e reduktimit direkt tipikisht konvertonte vetëm 10 deri në 20% të hekurit të përmbajtur në mineral në blum të përdorshëm. Pjesa tjetër humbej në zgjyrë. Por blumi që dilte ishte hekur real, i gatshëm për farë. Etapa e katërt ishte konsolidimi. Blumi dilte nga furra i mbushur me zgjyrë të bllokuar, fragmente qymyri dhe zgavra. Duhej të goditej me çekan vazhdimisht ndërsa ishte i nxehtë për të nxjerrë papastërtitë dhe për të ngjeshur metalin në një ingot solid dhe të punueshëm. Kjo ishte një punë fizike e rëndë. Çdo goditje nxirrte xhepa zgjyre të lëngshme dhe saldohej kokrat e hekurit më fort. Rezultati ishte hekur i farkëtuar, një hekur me karbon të ulët që mund të modelohej në vegla, gosht, mentesha, thika dhe armë. Këtu historia bëhet vërtet interesante nga perspektiva e shkencës së materialeve. Industria moderne e trajton fosforin në çelik si një kontaminues në përqendrime mbi përafërsisht 0.04%. Fosfori shkakton atë që metalurgët e quajnë brishtësi në të ftohtë, një formë dobësimi që e bën çelikun të çarë në goditje, veçanërisht në temperatura të ulta. Çdo specifikim modern i çelikut vendos kufi të sipërm të rrept për përmbajtjen e fosforit. Megjithatë, minerali i hekurit të kënetave është natyrshëm i pasur me fosfor. Analizat kimike të mineraleve të kënetës nga rrethi Somogi, në Hungari, të kryera në Universitetin e Teknologjisë dhe Ekonomisë të Budapestit, gjetën përqendrime të pentoksidit të fosforit midis 3 dhe gati 5% në peshë në mineralin bruto. Ky fosfor transferohet te blumi i hekurit gjatë shkrirjes. Metali rezultues, të cilin kërkuesit e quajnë hekur fosforik, tipikisht përmban midis 0.5 dhe 1.5% në peshë fosfor. Në terma modern, kjo është një përmbajtje fosfori absurdish e lartë. Asnjë siderurgji moderne nuk do ta prodhonte atë qëllimisht.
Megjithatë, studimet arkeometrike në mbar Evropën konfirmuan se hekuri fosforik nuk ishte një defekt. Ai u përdor qëllimisht përgjatë gjithë periudhës mesjetare. Pse? Sepse fosfori bën dy gjëra që farktarët mesjetarë i zbuluan në mënyrë empirike shekuj para se kushdo të kuptonte kimin e përfshirë. Së pari, fosfori rrit fortësinë. Njëte hekuri fosforik e mban mbretësinë më mirë se sa hekuri i pastër i farkëtuar. Prodhuesit mesjetar të thikave e shfrytëzonin këtë duke përdorur hekur fosforik specifikisht për tejet prerëse. Së dyti, dhe më e rëndësishmja për historinë tonë, fosfori rrit rezistencën ndaj korozionit. Hekuri i bërë nga minerali i kënetës, me përmbajtjen e tij mbetëse të fosforit dhe shpesh me silikate mbetëse që formojnë një veshje qelçi në sipërfaqe, i reziston ndryshkut atmosferik në mënyrë signifikante më mirë se sa hekuri i zakonshëm i farkëtuar apo qeliku i butë modern. Kjo nuk ishte një ori teorike për artizanët mesjetar. Ata mund ta shihnin këtë me sytë e tyre. Demonstrimi më dramatik ishte në tejet e shpatave të salduara me model. Midis shekullit të 5 dhe të 14, shpatarët evropian krijonin teje duke farkëtuar së bashku, duke salduar shirita të alternuar të llojeve të ndryshme të hekurit, pastaj duke i përdredhur dhe mprehur ato për të prodhuar modele gjarpëruese në sipërfaqen e tejut. Hekuri fosforik nga minerali i kënetës përdorej si një nga metalet kontrastuese pikërisht sepse korrodohej me një shpejtësi të ndryshme nga shtresat e hekurit të zakonshëm dhe qelikut. Kur teja sulmohej me acid të butë, hekuri fosforik mbetej i shndritshëm ndërsa metalet e tjera erësoheshin, duke krijuar një kontrast vizual mbresëlënës. Teknika e saldimit me model varej nga rezistenca ndaj korozionit të hekurit të kënetës për ta bërë dekorimin të dukshëm. Kërkuesit nga Universiteti i Teknologjisë i Budapestit e konfirmuan këtë përmes eksperimenteve të shkrirjes. Kur minerali i hekurit të kënetës me përmbajtje të lartë fosfori u shkri në rikonstruksione të furrave mesjetare, blumet rezultuese përmbanin hekur fosforik me mikrostruktura që përputheshin me ato të gjetura në tejet e shpatave arkeologjike dhe tejet e thikave që datojnë nga shekulli i 8 deri në të 14. Vikingët e quan hekurin e kënetave në vende ku asnjë evropian nuk kishte shkrirë hekur më parë. Rreth vitit 1021 të erës son, eksploruesit nordik vendosën një ngulmim në atë që sot është Lanceaut me Ados, në skaj inferior të ishullit të Terra Nova, në Kanada. Siti konsistonte në 8 struktura druri të mbuluara me turf, duke përfshirë 3 banesa, një fark dhe 4 punishte. Arkeologët gjetën 98 fragmente goshtësh dhe përçina të shumta nga vendi, së bashku me 15 kg zgjyrë. Analiza e zgjyrës konfirmoi se ajo përputhej me hekurin e goshtëve. Nordikët kishin lokalizuar një kënet turfe lokale, kishin korrur hekur kënete prej saj, e kishin shkrirë në vend dhe kishin farkëtuar goshtë për riparimin e anijeve. Kjo ishte prodhimi i parë i hekurit në Amerikën e Veriut dhe u realizua me hekur kënete. Një anije e vetme e gjatë nordike kërkonte për afërsisht 7.000 goshtë të farkëtuara nga rreth 400 kg hekur i përfunduar. Prodhimi i kësaj sasije hekuri nga minerali i kënetës nënkuptonte që një farktar do të duhej të procesonte për afërsisht 30 ton mineral bruto. Historianët kanë argumentuar se hekuri ishte në të vërtetë një parakusht për ngulmimet vikinge. Ata propozuan që nordikët, duke e ditur se anijet e tyre do të kishin nevojë për riparime, kërkonin aktivisht vende ku hekuri i kënetës ishte i disponueshëm. Ngulmimi në Lanceaut me Ados ishte i pozicionuar menjëherë ngjitur me një kënet turfe. Kjo nuk ishte rastësi. Në kohën kur nordikët arritën në Terra Nova, komunitetet skandinave kishin shkrirë hekur kënete prej gati 1500 vjetësh. Njohuria ishte aq e përhapur sa edhe punëtorët relativisht pa përvojë mund të prodhonin hekur të përdorshëm. Analiza e zgjyrës nga Lanceaut me Ados tregoi se signifikisht më shumë hekur mund të ishte nxjerrë nga minerali se sa u nxorë në të vërtetë, duke sugjeruar se punëtorët aty ishin kompetent, por jo shkrirës ekspert. Kjo mbështet një pikë të rëndësishme: shkrirja e hekurit të kënetës ishte një uri e zakonshme, jo një sekret tregtar i kufizuar për mjeshtrat. Në Rusi, minerali i kënetës mbeti si burimi kryesor i hekurit deri në shekullin e 16, kur depozitat në malet urale u bën të aksesueshme. Në Amerikën e Veriut koloniale, hekuri i kënetës u korr gjerësisht përgjatë bregut lindor. Gjatë revolucionit amerikan, predha topash u shkrin nga hekuri i kënetës për forcat koloniale.
Minierat e para të hekurit të njohura në Amerikën e Veriut, që thuhet se ishin në operim rreth vitit 1578 në STI-nës, Terra Nova, ishin operacione të hekurit të kënetës. Saugus Iron Orks në Massachusetts, e themeluar në vitin 1646, procesonte mineral kënete lokal. Fura e hekurit Nasango afër Snow Hill, Maryland, operoi komercialisht nga përafërsisht 1825 deri në 1850, duke procesuar hekur kënete nga kënetat e afërta. Në të gjithë rajonin qendror dhe jugor të New Jersey, hekuri i kënetës u shkri dhe u farkëtua në vegla dhe grila strukturore të hekurit të farkëtuar specifikisht të vlerësuara për rezistencën e tyre natyrore ndaj ndryshkull. Shumë nga këto grila ende mbeten në ndërtesa në Trenton dhe Camden, ende të paprekura, ende duke mbajtur shkallë dhe balkone. Ndërkohë, qeliku i butë modern i ekspozuar ndaj të njëjtit ajër bregdetar fillon të korrodohet brenda muajsh. Atëherë, çfarë ndodhi? Pse ndaluam? Përgjigjja nuk është se gjetëm diçka më të mirë në të gjitha aspektet. Përgjigjja është se gjetëm diçka më të lirë dhe më të shpejtë. Ndryshimi filloi me zhvillimin e lartfurrave të ushqyera me koks në shekullin e 18. Këto furra mund të procesonin mineral të nxjerrë nga minierat, veçanërisht hematit dhe magnetit, në temperatura dhe vëllime jashtëzakonisht më të larta se sa ato që furrat e reduktimit direkt mund të përballonin. Një lartfurr prodhon hekur të shkrirë në formë të lëngshme që mund të derdhet në kallëpe. Prodhimi u shkallëzua nga kilogram në ditë në tonë në ditë. Ekonomia ishte dërmuese, por pati një shkëmbim. Hekuri i lartfurrës dhe qelikët e derivuar prej tij kanë përbërje themelisht të ndryshme nga hekuri i kënetës i prodhuar në furrat e reduktimit direkt. Fosfori që i jepte hekurit të kënetës rezistencën e tij ndaj korozionit tani konsiderohej si një kontaminues që duhej hequr. Përfshirjet e silikatit që formonin një shtresë mbrojtëse qelçi në hekurin e farkëtuar u eliminuan. Qeliku i ri ishte më i fortë, më uniform, më i disponueshëm dhe jashtëzakonisht më i lirë. Ishte gjithashtu shumë më i prekshëm nga ndryshku. Dhe kështu hym në epokën moderne të korozionit metalik. Sipas administratës federale të autostradave dhe NACE International, ndryshku i kushton Shteteve të Bashkuara $276 miliardë çdo vit. Kjo përfaqëson 3.1% të gjithë produktit të brendshëm bruto të shpenzuar duke luftuar një problem që farktarët mesjetar pjesërisht e zgjidhen me llumë kënete. Kostoja globale e korozionit vlerësohet në $2,5 trilion në vit, për afërsisht 3.4% e produktit të brendshëm bruto botëror. Ne nuk e zgjidhëm problemin e ndryshkull. Ne e shkallëzuam atë. Ura që shemben, tubacione uji që shpërthejnë, beton i armuar që shpërbëhet. Vetëm Shtetet e Bashkuara përjetojnë për afërsisht 240.000 qarje të tubacioneve të ujit në vit, shumica të shkaktuara nga korozioni. Ka një ironi në qasjen moderne ndaj korozionit që një farktar mesjetar do ta gjente hutuese. Ne prodhojmë qelik që ndryshket lehtë, pastaj shpenzojmë shuma të mëdha duke aplikuar veshje, galvanizim, lyerje, mbrojtje katodike dhe trajtime kimike për ta penguar atë të ndryshket. Ne inxhinierojmë zgjidhje për një problem që ekziston pjesërisht sepse ne e inxhinieruam rezistencën ndaj korozionit jashtë metalit në radhë të parë. Qeliku modern patinues, i shitur nën emra tregtar si korten, përpiqet të imitojë një pjesë të asaj që hekuri i kënetës bën natyrshëm. Ai përdor një përzierje elementesh duke përfshirë manganin, nikelin, silicin dhe kromin për të formuar një shtresë të qëndrueshme ndryshku që mbron metalin nëntoksor. Është një material i mirë, por vlen të theksohet se hekuri mesjetar i kënetës arrinte një efekt të ngjashëm duke përdorur asgjë më shumë se kimin natyrore të një kënete. Komuniteti i arkeologjisë eksperimentale e ka mbajtur njohurinë gjallë. Në Somogi, në Hungari, një kamp ndërkombëtar vjetor i shkrirjes së hekurit prej 5 ditësh u mëson pjesëmarrësve procesin e plot mesjetar, nga djegja e qymyrit të drurit deri te mbledhja e mineralit, duke kaluar përmes shkrirjes në furrë të reduktimit direkt deri te farkëtimi i produkteve të përfunduara. Grupi i kërkimit Hurstic në New England udhëhoqi projekte të arkeologjisë eksperimentale disa vjeçare duke replikuar shkrirjen e hekurit të epokës vikinge në Islandë, duke prodhuar me sukses hekur të cilësisë së lartë nga minerali i kënetës i marrë lokalisht dhe duke hedhur poshtë besimin e mbajtur gjatë se hekuri i kënetës islandez ishte i cilësisë së ulët. Këto eksperimente konfirmuan diçka të rëndësishme. Procesi funksionon. Është intensiv në krah pune dhe i ngadaltë.
por hekuri që ai prodhon është real, funksional dhe, në disa aspekte të matshme, superior ndaj alternativave moderne për aplikime ku rezistenca ndaj korozionit ka më shumë rëndësi se sa vëllimi. Atëherë, a mundet dikush sot ta bëjë vërtet këtë? A mundet një person të korë hekur kënete dhe ta shkrijë atë? Në parim, po. Depozitat e hekurit të kënetës ende ekzistojnë në mbar Evropën Veriore, Rusinë, Kanadan dhe pjesë të veriut të Shteteve të Bashkuara. Cipa ylbert bakteriale në ujin e kënetës ende shënon depozitat potenciale. Procesi nuk kërkon elektricitet, as produkte kimike moderne. Është e nevojshme argjila për të ndërtuar një furrë, qymyr druri për lëndë djegëse, kacek për ajër dhe durim. Në praktik, ekzistojnë konsiderata ligjore dhe mjedisore. Shumë zona të lagështa janë tani habitate të mbrojtura. Mbledhja e mineralit nga një kënet e mbrojtur do të shkelte rregulloret mjedisore në shumicën e vendeve. Dhe ndërtimi i një operacioni të djegjes së qymyrit të drurit prodhon tym të konsiderueshëm. Por njohuria vetë është e aksesueshme. Grupet e arkeologjisë eksperimentale publikojnë dokumentacion të detajuar të metodave të tyre të shkrirjes. Periodiku e Zarc, një publikim ndërkombëtar i arkeologjisë eksperimentale, përfshin rikonstruksione hap pas hapi të proceseve mesjetare të shkrirjes. Kërkimi i grupit Hurstic mbi shkrirjen e hekurit islandez është i disponueshëm publikisht. Për të interesuarit për vetëm mjaftueshmëri, përfundimi është ky: shkrirja e hekurit nga minerali i kënetës është një nga të pakta teknologji të punimit me metal që mund të realizohet tërësisht me vegla dore dhe materiale natyrore. Pa energji nga rrjeti elektrik, pa zinxhir furnizimi industrial. Vetëm njohuri, punë dhe një kënet. Para më shumë se 1000 vjetësh, një eksplorues nordik zbarkoi në një breg shkëmbor në Terra Nova. Anija e tij kishte nevojë për gozhdë. Ai gjeti një kënet turfe, njohu shenjat e hekurit, ndërtoi një furrë argjile, dogji qymyr druri nga druri lokal dhe prodhoi metalin për të cilin kishte nevojë. Gozhdët që ai farkëtoi u gjetën nga arkeologët 1000 vjeçar më vonë. Ato kishin mbjetuar 1000 vjet në tokë acide dhe të mbytur në ujë. Sot, një gozhdë e galvanizuar standarde humbet veshjen e saj mbrojtëse prej zinku brenda 15 deri në 20 vjet në mjedis detar. Një gozhdë çeliku të butë të patrajtuar mund të ndryshket plotësisht në më pak se një dekadë. Gozhda vikinge është në një muze. Gozhda moderne është në një vendgrumbullim mbeturinash. Ne nuk kemi avancuar përtej metalurgjisë mesjetare në të gjitha aspektet. Në disa mënyra shumë specifike dhe të matshme, kemi zgjedhur shpejtësinë dhe vëllimin në dëm të qëndrueshmërisë. Hekuri i kënetës ishte i ngadalt për t'u bërë, i kufizuar në sasi dhe kërkonte njohuri intime të peizazheve lokale. Por ai zgjaste. Dhe një faturë korozioni prej 276 miliard dollarësh që paguajmë çdo vit sugjeron se të zgjasësh vlen më shumë se sa i kemi dhënë meri. Në kënetat e veriut të Evropës, në kënetat e turfës të Skandinavisë, në zonat e lagështa nga Rusia deri në Kanada, hekuri ende rritet. Kokër pas kokre, vit pas viti, bakteret dhe ujërat nëntoksore vazhdojnë të depozitojnë këtë mineral të rinovueshëm. Cipa ylbert ende noton në sipërfaqen e ujërave të ndenjura, duke shënuar depozitat për çdo që ditë i lexoj shenjat. Njohuria mbjeton në komunitetet e arkeologjisë eksperimentale, në artikujt akademik dhe në fragmentet e gozhdëve 1000 vjeçare të ruajtura në vitrinat e muzeve. Ndoshta mësimi më i thellë i hekurit të kënetave nuk është mbi metalurgjinë. Është mbi zgjedhjet që bëjmë kur shkalla bëhet e mundur. Farkëtarët mesjetar punonin brenda kufizimeve të materialeve dhe proceseve të tyre. Ata prodhonin metal ngadalë, në sasi të vogla, me njohuri të thellë për çdo etapë. Metali që krijonin mbarte karakteristikat kimike të origjinës së tij. Dhe këto karakteristika, të trajtuara si defekte nga industria moderne, i jepnin veti që ne ende përpiqemi t'i replikojmë artificialisht. Kur lartfurat bën të mundur prodhimin në masë, prioriteti ndryshoi. Vëllimi zëvendësoi cilësinë në disa aspekte. Uniformiteti zëvendësoi veçoritë e dobishme. Fosfori u hoq sepse shkaktonte probleme në disa aplikime, edhe pse ishte i dobishëm në të tjera. Dhe tani shpenzojmë një pjesë signifikante të pasurisë son kolektive duke luftuar pasojat e kësaj zgjedhjeje. Kjo nuk është një argument për të braktisur metalurgjinë moderne. Çelikët që prodhojmë sot bëjnë të mundura struktura dhe teknologji që farkëtarët mesjetar kur nuk mund t'i imagjinonin.
por është një kujtesë se progresi jo gjithmonë do të thotë përmirësim në të gjitha dimensionet. Disa herë, duke fituar në një fushë, humbasim në një tjetër. Hekuri I kënetave përfaqëson një mënyrë të menduari mbi burimet që është themelisht e ndryshme nga qasja jonë moderne. Ishte një burim I rinovueshëm në një kohë kur shumica e njerëzve as nuk e konceptonin një kategori të tillë. Ishte një proces që kërkonte durim të matur në dekada, jo në minuta. Ishte një teknologji që punonte me natyrën në vend që të punonte kundër saj, duke shfrytëzuar procese biologjike dhe kimike natyrore. Historia e hekurit të kënetave është, në fund të fundit, një histori mbi atë që ne vlerësojmë. Farkëtarët mesjetar vlerësonin qëndrueshmërinë sepse nuk kishin zgjedhje. Metali I tyre duhej të zgjaste sepse prodhimi I tij ishte shumë I mundimshëm për t'u shpërdoruar. Ne vlerësojmë shpejtësinë dhe shkallën sepse mundemi. Herën tjetër që të shihni një njoll të kuqëremt në një përrua ose një cip ylbert në sipërfaqen e ujrave të ndenjura, kujtohuni se po shikoni të njëjtën shenjë që udhëzoi farkëtarët mesjetar të depozitat e tyre të mineralit. Hekuri është ende aty, duke u rritur ngadalë, duke pritur çdo që ka njohurinë dhe durimin për ta korrur atë. Nëse keni mësuar diçka të re me këtë video, konsideroni të regjistroheni në kanal. Çdo javë eksplorojmë njohuri mesjetare të harruara si kjo, histori të teknologjive që paraardhësit tani zotëruan dhe që ende kanë shumë për të na mësuar. Lini një koment duke treguar cilën teknikë mesjetare do të dëshironi të investigonim radhës. Ndoshta do të jetë historia tjetër që do të tregojmë së bashku. Dhe nëse kjo përmbajtje ishte e vlefshme për ju, shpërndajeni me dikë që gjithashtu I vlerëson këto udhëtime në për të kaluarën. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodin e ardhshëm.